Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Kinës Xi Jinping zhvilluan bisedime dypalëshe në Korenë e Jugut në një takim ku u fokusua kryesisht tek tensionet tregtare dhe çështjen globale të sigurisë. Duke folur më pas në avionët presidencial Air Force One, Trump i cilësoi takimin si të shkëlqyer dhe konfirmoi se me udhëheqësin kinez arriti dakordsi për një sër çështjes të rëndësishme ekonomike dhe diplomatike. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara dhe Kina do të reduktojnë të ndjeshëm tarifat e ndërsjellta tregtare. Tarifat amerikane mbi importet kineze do të ulen nga 57% në 47%, ndërsa tarifat për produktet që lidhen me tregtinë e fentanilit do të përgjysmohen në 10%. Nga ana tjetër, Kina pritet të rikthejë blerjet masive të sojës amerikane të ndalura më herët si kundërpërgjigje ndaj tarifave të Washingtonit. Një tjetër pikë kyçe e marrëveshjes ishte heqja e kufizimeve për eksportin e mineraleve të rralla toksore, elemente strategjike që përdoren në prodhimin e teknologjive moderne, avionëve dhe armëve. Trump deklaroi se Pekini ka rënë dakord që të mos vendosë kontrolle të reja për këto materiale, duke e cilësuar këtë si një zgjedhje globale të një problemi që kishte prekur tregun ndërkombëtar. Në bisedimet mes dy liderëve u trajtua dhe lufta në Ukrainë. Trump tha se Xi Jinping ndan mendimin se palët ndërluftuese duhet të gjejnë vetë rrugën drejt paqes, por konfirmoi se Washingtoni dhe Pekini do të bashkëpunojnë për të shmangur përshkallëzime të mëtejshme në konflikt. Zyrtarët kinezë nuk kanë bërë ende komente për takimin, por vëzhguesit ndërkombëtar e shohin si një hap drejt normalizimit të marrëdhënieve për muaj tensionesh të larta tregtare. Takimi u zhvillua në aeroportin ndërkombëtar të Busanit dhe sipas presidentit Trump do të pasohet nga një vizitë e tij në Kinë në muajin prill, ku pritet të nënshkruhet një marrëveshje paraprake për tregtinë dhe bashkëpunimin ekonomik.